Selamu alaikum. Në falë namazin sabah këtu në xhamin e Sheikh Ibn Bazit. Dhe njerëzit nuk kanë dalë nga xhamia, por nuk e përmend Zotin deri mas lindjes diellit. Nga xhamia plot me njerëz. Dhe Zotin nuk përmend Allahun. Kjo është një këshill edhe për ata që nuk janë haxh. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: kush e fal namazin e sabahut në xhami, dhe rrin aty duke përmend Allahun derisa të lindë dielli, dhe pret mas lindjes diellit për çfarë orë 20 minuta. Pastaj fal 2 rekat namaz, e merr shpërblimin e haxhit edhe të umrës. Duke përmend Zotin, duke bërë dua, duke lexuar Kur'an, edhe sevabit në xhept. Selamu alaikum.